ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا عدنان وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما يا عليم. Allahun Teala falenderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamut qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër dhe të bekuar, shokët e tij të nderuar dhe gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e fundit. O Zoti, unë mëson ato që na bën dobi, e na jep dobi prej asaj që na mëson, sepse ti je më i ditur, ja Rabbel Alamin. Vëllezër të nderuar, në ligjëratën e fundit kena fol për sinqeritetin. Kjo ligjërata e tretë, me lejen e Allah, do të jetë edhe një ligjëratë në këtë adhurim të zemrës, pas kësaj për shkak të rëndësisë të kësaj ligjërate. Disa dietarë kur e kanë trajtuar sinqeritetin kanë fol ndoshta edhe me vëllime. Ka prej tyre që ka thonë krejt jetën ja kisha kushtu veç sinqeritetit, po për shkak se njerëzit kanë nevojë edhe për akide, fiqh, tafsir e kështu me radhë, jem të obliguar mi tregu edhe të tjerat. Po me që ma dënë zemra me fol, i shkon që kisha fol veç për sinqeritetin, për shkak të rëndësisë të madhe të këtij adhurimi që ka në stabilitetin e besimtarit në jetën e tij në këtë botë, po ashtu edhe frytet që kemi marrë kur del para Allah në ditën e gjykimit dhe kur hen në xhenetin e tina. Kena fol në ligjëratën e fundit që sinqeriteti është shumë i vështirë. I kemi përmend disa fjalë të ulemave se pse është i vështirë sinqeriteti. Me lejen e Allahut do ta tregojmë gjatë këtij dersi. Pse është i vështirë edhe pse njëri vazhdimisht duhet të qenë stabil në kërkimin e këtij ibadeti. Me lejen e Allahut do t'i marrim disa shembuj që i kam përmend dietarët që janë marrë me këto ibadete në krye tyre sahabët radhiyallahu anhum, pastaj gjithkush që ka marrë prej tyre deri në ditët e sotme. Vëllezër të nderuar, problemi i parë që besimtari e has në sinqeritet është se nuk ka vend nefsi i tij në këtë adhurim. Krejt gjona tjera njëri ka drejt me kërku diçka për veten e vet. Për shembull, nëse punon këtë botë, ka qef me jetë një fitim sa do i vogël në fund të muajit. Ose për shembull, nëse merr dije, ka qef që çdo dije me tregu para njerëzve dhe para profesorit në provime. Përveç adhurimit të sinqeritetit, në këtë adhurim nuk ka hise kërkush tjetër përveç Allahut. Andaj idha salahat të ndjetor, nëse ky adhurim ndrejqet, me lejen e Allahut janë ndrejq gjitha adhurimet. Po nëse sinqeriteti është prish, janë prish gjitha adhurimet, sepse Allah në Kur'an na tregon se nuk pranon asnjë vepër përveç prej robëve të tij të sinqert. Pra, rreziku i madh është se këto vetja jonë nuk ka asnjë pjesë në këtë ibadet. Dhe njëri prej natyrës ka qef me livdu, ka qef me fol mirë për ta, ka qef me shku fjala, ka qef njerëz me pranu. Kjo është shumë në rregull. Por të pas parasysh se në sinqeritet këto sene nuk bëjnë pjesë, bëhet i vështirë mu praktiku kë adhurim të çdo besimtar. Për shembull, shumë njerëz, Allah na ruaj, destabilizohen nëse na ja thojnë ai fjalë të mirë, edhe e merr atë fjalë të mirë. Për shembull, ja thot mësuesi, ja thot shoku, ja thot prindi, e livdan diçka, e merr atë fjalë të mirë dhe fillon me hin qef vetja, me lavdu veten, e kur njëri lavdohet, gjithçka konto përveç sinqeritet, sepse nuk bëhen bashk uji me zjarrin, e as lavdimi me sinqeritet nuk bëhen bashk, se krejt që posedojnë janë prej Allahut Azza wa Jall. Nëse na ka dhënë një të mirë, është prej tina, edhe kur gjë nuk është diçka prej vetes tonë që na kena bërë. Për këtë arsye, adhurimi i sinqeritetit është shumë i vështirë mu praktiku.
Për këtë e gjejmë për shembull Sofjana Thauri që thoshte nuk e kam ndrejsh sinqeritetin, vetëm ka orë në mënyrë tjetër që se kom vërejt e ma ka prish sinqeritetin. Pra vetëm ka orë në mënyrë tjetër që dikush më ka thonë valla mirë ke fol, mashallah të koft, kom fillu me besu atë fjalë, më ka hi në qef edhe më ka bu me mujtë të unë, me rregullu, më kthy që ato ku ju më kanë. Se tani njeri kur fillon me bo nejat, me bo fjalë për më kënaq njerëzit, atëherë do të më plotësu qefin njerëzve edhe ato ku është ndalume. Për këtë arsye njeri i sinqert është ai që vetes vet nuk i lën hapësirë më pajtu me lavdatat e njerëzve. Pastaj e gjojna që edhe njerëz kur thojnë diçka, ai në mënyrë të mirë, nëse është ajo jo e vërtet, ju tregon që ç'kjo nuk është prej fesë, se është i sinqert në fjalë, është i sinqert në vepra, e me lejen e Allahut, Allahu nuk ka me humb kurrë dhe ka me dhënë shkëlqësi. Po ashtu sinqeriteti ka një problem tjetër, që është adhurim që çdo moment ka nevojë për ta. Për shembull, kena nevojë për namaz, koncentrim sa jena namaz. Kena nevojë për agjerim gjatë muajit Ramazanit, prej lindjes diellit deri në perëndim. Kena nevojë më shumë haxh në kohën e haxhit. Sinqeriteti është që ka nevojë çdo sekond. Për këtë thot Hasan al-Basri radhiyallahu rahimahullah, thotë nëse nuk e bujna edhe gjumin sinqert, edhe ushqimin për Allahun, edhe fjetjen, edhe pijen, çdo sa nëse nuk e bujna për Allahun, atëherë është si problem se sinqeriteti nuk është vendosur në zemrat tona, jo vetëm në adhurime, po edhe në jetën e përditshme kena nevojë për me ripërtri. Për çata, para çdo farze që e folëm, e kena obligim në jetën, pra më konë që kënë jetë i sinqert për Allahun azza wa jall. Kemi ja kujtu vetit se çdo sa që e bën për hir ti, fillimisht me zemër më konë veç për Allahun azza wa jall, që ky adhurim që e bëjna. Pastaj rëndësi tjetër që do të më cek këtu është se nifaku vjen forma, nuk vjen veç në formë. Syfasia nuk vjen veç në formë. Për shembull nuk vjen veç prej lavdatave, as nuk vjen veç prej njerëzve që ta marrin fjalën, as ka lloj forma. Kanjëherë të vjen në një formë që ty menja kur nuk të ka shku, që atë të shtën shejtani kurtha, sa që ta destabilizon sinqeritetin për hir të Allahut. Njëherë thot Abdurrahman ibn Jauzi, një prej dietarëve të mëdhenj Hambeli, thotë kam marrë një ders, e në ders e kam pas afër 100.000 njerëz. Thotë sa që i kam pas 400 njerëz e kam përcjell zonën. Në atë ku nuk ka pas mikrofona, nuk ka pas zvoshnika, zmadhus për më ndëgju zonë, u duft dikush me një hoxhën, ai më ka nxuar deri sa kam rri te njeri i fundit. Thotë edhe gjatë këtë kësojna, plot njerëz u pendon, plot njerëz i lanë gjunat, disa hinen në islam, prej krishterëve, jehudive, që kanë jetuar në atë në Bagdad. Thotë krejt këtu e mojta sinqeritetin ka mirë. I pash krejt këtu për asyve nuk më preken në zemër diçka, më destabilizu asnjë prej tyre. Përveç ta erdhi një plak me mjekër gjatë, më tha, o biri jam, kur një jetë që deri së s'kum një. Dhe qaja fjallë, fillaj më hinë qef, sa që unë destabilizoj në adhurime. Thëtë, ma nuk më isha me shiju leximin e Kur'anit, nuk më isha me shiju namazin, nuk më isha me shiju ibadetet për Allahun, për shkak se unë largoj prej asojna që isha imsun të me konë gjithë shka për Allahun, sa që Ibn Jauzi të regon, thëtë, pastaj kërkoj falje prej Allahut azza wa jall, të isha nashtë Allahum falë kur të ullna me fukara, ta ullësha me ta, e gjojësha që hales në zemën nuk e kom morat qëtësin që dëtë, pastaj shkojësha në treg, nashtë për shkak tregtarëve që mënohen me pru mal prej slavët për muslimant, falë Allah, tha e vrejta që ju, ta në shkojësha me thmina, nashtë për hatër të thmive, që të farneje me thmi, Allah në shënë pëshirë, ta e vrejësha që nuk ish aje qëtësie që e kisha para kësoj fjole, deri so hina në vërë, i thashu Allah, nëse nuk falë, unë nuk shona për këti vene, thëtë që atëherë e gjeta, mu shliru gjuhë kësi u buna rahat, në ta u këtheva që isha konë më herët.
Për këtë arsye vëllazëni kanë janë nuk e din ka të vjen, as nuk e din prej kur të vjen, do të moru njëre shumë. Prej këtu e kena dhe hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që një njeri ka lëvdu Ebu Bekrin pranit tina. Ka thonë, qatelte e khake, e vrave vllahun tën. Mos fol para tina, mos fol fjalë mira para tina se këto e shkatrojnë njerin. Nëse çdo fjalë vlen për çato që pejgamberi alayhis salam e ka thujt të sinqert, as-Siddiq. Ebu Bekr as-Siddiq, Ebu Bekri i sinqert. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të që thirret prej të dyrëve të xhenetit. Nëse vlen për çato fjalë mos më lëvdum pranë tina, çata mërmënia për njerëz të tjerë që janë nër Abu Bekr, a do të më vlen padyshim që po. Për këtë arsye vëllazëni do të murojt nga lavdatat në sy. Lavdo ma sysh e ki shpërblim, ndërsa nër sy e shkatron ato, Allahu na ruaj. Pastaj dietarët prej sanave të tjera që kam përmend kanë thonë se 40 vjet jam munu me stabilizu sinqeritetin, edhe nuk u mujt. Mas 40 vjeti kum fillu mi marr rezultatet e para të këtij sinqeriteti. Pra është një punë, një adhurim që nuk mundet më ndrejsh me një ligjërat, as me një nej, as me një ders, as me 10 ditë e 100 ditë, po do të një jetë e tërë që në maksimum njëri më përkushtu për me arrit frytet e këtij sinqeritetit. E gjëna Jusufin alayhis salam, krejt aja që ka falu prej rrahjes të vllaznive të vet, pastaj që kanë vendosur në punar, pastaj që kanë shit për pak pare, e që u shku si rob në Egjipt, e u hym burg, këtë periudhë Allah azza wa jall e tregon arritjen e tij, këtë periudhë me një fjalë, Jusuf ejuha Siddiq. Jusuf o ti i sinqert. Pro krejt i ka kalu me një adhurim që konë stabil të ajo është sinceriteti. Pastaj edhe gjejmë të Jusuf alayhis salam të shenë burg i ka thonë inna narake min al-muhsinin, na po shumë ty pe burrat të mirë, po ashtu kur u bë mbret i kanë thonë të njëjtat fjalë, domethënë bo ministër i financave i kanë thonë po të njëjtat fjalë inna narake min al-muhsinin, na po shumë ty prej burrat të mirë. Pra, sinceriteti e stabilizon njerin në tëna etapat, si në borg, si rob, si të rrej, si të e përbuz, si të qenë minister, ajo është stabil. Prej gjonëve tjera që sinceriteti i nevojit të besimtarit është se e bën të vazhdueshëm në vepra. Pra, çka ka dalluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe shokët e tij për njerëzve që jetojnë në kohën tonë, se kanë qenë, kur kanë fillu me një punë, me një adhurim, e kanë vazhdu deri në momentet e vdekjes, so që ka lëzën Abdullah ibn Amr ibn As, thët im shku të pejgamberi alayhis salam, edhe i kum thonë, për lexoj Kur'anin për një ditë, po ashtu po një çdo ditë, më ka ndalu, më ka thonë, lexo Kur'anin për një muaj, pastaj kum thonë, më ma shumë, më ka thonë, për një javë, më ma shumë ka thonë për 3 ditë, edhe nuk bën më pak se 3 ditë. Pastaj kum thonë, pa xheroj çdo ditë, ka thonë, agjeron ditë e bardha 13, 14, 15 që njën. Tha i thash më ma shumë, tha agjero të honët tajte, tha i thash më ma shumë, tha agjero që shka agjero vllai jam Davud alayhis salam një ditë për një ditë ja. Tha i thash më ma shumë, tha jo, kash. Tani, në fund tjetës, kur o plak, thot sikur të kisha marrë lehtësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me lexu Kur'anin në muaj e me agjeru 3 ditë në muaj për shkak se u plak, por çka e vren atë ky njeri është se deri në momentin e vdekjes e ka lexu Kur'anin çdo 3 ditë, edhe ka agjeru një ditë po një ditë, se kur ja kanë filluar një veprës jon kon të vazhdueshëm të deri në fund të jetës, derisa kanë taku Allahun azza wa jalla me çdo vepër. E kjo është si rezultat i sinqeritetit. Nëse njëri për shembull sot e vren ndryshe, nesër ndryshe, mos nesër ndryshe, do të thonë sot fillon me një ibadet një muaj, mos një muaj e lën, ja fillon diçka tjetër e lën, pastaj fillon të lën ibadetet, siç po bëjnë shumica vllaznive, po mendojnë që sunet o milon sunetet, kjo gabim. Vllazni o sunet me fal sunetet, jo me filon sunetet. E kjo shumë gabim,
që peshojmë të plot vllazni, kjo si rezultat që nuk kanë punu shumë me sinqeritet, nuk kanë punu shumë me këtë adhurim, se sikur të kishën punu padyshim me lejen e Allahut i kish marrë frytet e tina. Pastaj vllazni, çdo person duhet me ditë se sinqeriteti fillon me aktivizu taj kur Allahu jep mirësi. Për çfarë arsye Allahu Azza wa Jall tregon për do njerëz që kur i ka provu me të mira, ata e kanë lënë. Është një ajet që flet thotë methalu kamathalil kalb, shembull i tij është shembull i shanit, Allah na rujt. Pse ky njeri Allahu ja ka mundsu me ditë emrin më të madh të Allahut Azza wa Jall. Kur e ka ditë këtë emër, ka fillu mu lavdu para njerëzve, do thonë unë di emrin Allahut më të madh që më përgjigjet, e ka nis milion ibadetet derisa Allahu Azza wa Jall e ka thujt shan. E kjo është vllazni për çdo person që ka dije e s'punon me dijen e vet. E merr dijen për lavdata, e merr dijen për pozita, e merr dijen për syt njerëzve, për sot edhe më herët kena thonë kushdo që bën vepra për njerëz, ai adhuron njerëzit. Përveç Allahut e adhuron edhe njerëzit. Kushdo që bën vepra përveç Allahut, për Allahun, ai adhuron veç Allahun. Që është dallimi që i përmend Taqiyuddin Ibn Abbas ibn Taymiyyah në librin e tij Ibadatur Rahman, al-farq bayna ibadatur Rahman wa ibadatur shaytan. Në këtë libër që thotë dallimin mes adhuruesve të Allahut dhe adhuruesve të shejtanit, ose adhurues të Allahut i bëjnë veprat veç për Allahun, e adhurues të shejtanit i bëjnë veprat veç për në marrë kënaqësitë e njerëzve. Pse është kaq i rëndësishëm sinqeriteti, na tregojnë edhe disa hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inna Allaha yabda'u nar bi-thalatha, Allahu Azza wa Jall e fillon zjarrin me 3 persona. I pari për ty në thotë është dietare në një transmetim lexuesi i Kuranit, kur i thotë Allahu Azza wa Jall pse ke marrë dije ose pse ke lexuar Kur'an, ai thotë o Zot jam, unë kam marrë dije veç për ty, edhe kam lexuar Kur'an veç për ty. Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit para krejt krijesave i thotë ke dhabte, ke rrejt, po ashtu edhe melekët i thonë ke rrejt, ti ke marrë dije, më thonë dietar, ose ke lexuar Kur'an, që njerëz më thonë lexues i Kur'anit, të është thënë dunjo, çaja që ke dosht e ke marrë, pastaj urdhon melekët që të njeri që ka pas dije, ka lexuar Kur'an, mohin në xhehenem para Firaunit, para Karunit, para Hamadit, para Ubejd ibn Khalaf, që i ka përmend pejgamberi si krijesat më të këqija që kanë shkel në rrezullin toksor. Pastaj vazhdon hadithe, vjen një njeri i gjakosht, i thot ti ke luftu, për kanë ke luftu, thot o Allah, unë kom luftu për ty, e kom dhënë shpirtin për ty, thot ke rrejt, ti e ke dhënë shpirtin që njerëz më thonë kë luftetari, kë trimi, kë komandanti, kë legjendari, të është thënë dunjo, atëherë i urdhën melekët me kop, me gjumë, me fytyrë në xhehenem. I treti është ai që ka jep pasuni, shumë s'ka lënë në vend pa dhënë, po ka dhënë që njerëz me thonë wallah mashallah ky po jep, ky është shumë burr i mirë, ja ka mundsu Allahu këtë pasuni për shkip, e ai ka menuar që tani me ka shtu këto adhurime për hatër njerëzve, që njerëz me thonë hala më shumë për ta. I thëtë Allah Azza wa Jall për kanë e ka dhënë të s'kum lënë rrugë, as sokat, as njerëz që kanë nevojë, vese ja kum dhënë o Zot, e kum bërë për ty, thëtë Allah Azza wa Jall ka rrejt, edhe melekët thonë ka rrejt, te ke bërë që njerëz me thonë kë bujore, kë po jep, kë mashallah, të është thonë në dunjo e urdhën më fund zjarr. Vllazni, padyshim që të jenë 3 gjona të krejt ulemoja që janë mas të vlefshme, dija, lufta në rrugën e Allahut, edhe dhënia për hir të Allahut, janë 3 ibadete që janë ardhur në për hadithe, janë kulmi i islamit, kulmi i mirësive. Nëse këto 3 ibadete kaq madhështore bëhen dikon përveç Allahut Azza wa Jall, e janë shkaktor me të funë në xhehenem, para Firaunit që ka thonë ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti ju më i madh, Allahu na ruaj. Andaj disa dietarë thonë sa njerëz falën saf me neve,
falën i saf me ty, ndërsa faraoni i shkel me kom në xhehenem, sepse është më nalt se ta në xhehenem. Allah azza wa jalla kur flet për munafiqët thot innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar falan tajid lahum nasira. Munafiqët janë shtresën më të ulët në zjarr, për ta nuk ka asnjë ndihmtar. Pastaj sinqeriteti vëllazëni, padyshim që ka edhe të mira në jetën e kësaj bote, e prej të mirave të tina është se Allah azza wa jalla sinqertëve ja u pranon adhurimet, ja u pranon çdo punë që e bojnë, dhe jo vetëm kaq, por ka mundësi një punë sa të vogël që është tek njerëzit, Allah azza wa jalla e rrit e shëmon për njerëzit e sinqert, sa që ardhte hadithi Buhariut dhe Muslimit, rubba rajulin, ka mundësi një njeri me dhon një hulme për hir të Allahut, ai kur vjen në dorën e Rahmanit ajo hulme bëhet sa kodrat e mëdha, dhe Allah azza wa jalla ja peshon ditën e gjykimit si me dhon kodra dukatit për një hulme, për shkak të sinqeritetit të tina. E ka njerëz që japin sa kodrat, Allah azza wa jalla ja u bën ditën e gjykimit punët e tyre haba'an manthura, sikur të mos ishin asgjë, ja u asgjëson, edhe ju thotë shko merrni shpërblim prej atyre që keni bërë vepra për ta. Për shta munafiqët në ditën e gjykimit, Allahu ju paraqitet në një formë që ata e urrejnë, nuk mund me po Allah në formë reale, dhe ju thotë unë jam Zoti, ju thonë jo ti si je Zoti, thotë që si Zoti keni adhuru ju në dunja dhe keni dashur, andaj shkoni mas tina. Allahu na ruaj dhe s'kan mundësi me bëu sejdë për Allahut, përveç besimtarët në ditë që nuk shndron para Allahut, veçse kush i ka shku Allahut bi qalbin salim, me zemër të pastër. E kryesorja e kësaj zemrës është sinqeriteti, që nëse ky ndrejqet, me lejen e Allahut ndrejqen krejt adhurimet e zemrës. Pastaj prej frutave tjera të sinqeritetit, përveç që i bën veprat e tina të pranuara tek Allah, e që kjo është esenca, pse do të më koni sinqert, e ka edhe fruta tjera që dietarët kanë përmend, e kanë thonë, është se çat person e bën të pranueshëm tek njerëzit kanë qef me nejt me ta, me ndëgju prej tina, me marr këshillat e tina, me kalu kohën me ta, se ky njeri është i sinqert me Allahun azza wa jall, edhe Allahu ja mëson njerëzve me dashur edhe me ndëgju. Ka mundësi që shumë më pyet, pse për shembull kur fol filani krejt e ndëgjojnë, e kur fol filani kërkush nuk e ndëgjon, ose s'ja vënon vënën, veshin dietarët thonë se i pari që njerëzit e ndëgjojnë dhe marrin prej tina, është se është i sinqert, e i dyti shumicën e rasteve është si problem i mos sinqeritetit, e që thot Ibn al-Qayyim në disa libra, thot fjalët që del prej zemrës futen në zemrat e njerëzve, ajo që del prej gjuhës nuk i kalon gjuhat e tyre, pra as të vesh nuk mrin fjalët e tina. Allahu na ruaj prej kësaj gjendje, e na bëft pranueshëm tek njerëzit e tek Allahu azza wa jall. Prej frutave të tjera të sinqeritetit që kanë përmend dietarët, ose që kanë thonë në kodër të kësona, kanë thonë, e kanë pyet një prej tabiinëve, pse fjalët e sahabëve janë të pranueshme tek njerëzit, e fjalët e plot tjerëve nuk janë të pranueshme, se thot ata kanë folë për me ngrit islamin, e mos me ngrit veten e vet, e kur shënon mas tyne deri në ditën e sotme, folin për me ngrit veten e vet, e jo për me ngrit islamin. Ky është dallimi, pra, ose që kanë thonë Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhu, një prej njerëzve, e ka thonë o sahabi, o shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot unë nënën tëm e këshyri, e loj, e pastroj, edhe nevoja që ka mënuna mi nejtë gati për mja kry, thot a mëj mja këthy ato të mira që mi ka bo, thot pa dushim se jo, sa e nënat ka rrit me shpres, të kone sinqert se ti u kujdes për ty, se ti ki më rrit, e ti kujdesesh për ta se ka me vdek, pra që këtë dalimi. Edhe të sinceriteti që këtë dalimi, ata kam folë me ngrit këtë fe, e na folëm me ngrit vetën tonë, veç të dalimi,
e padyshim kush fol me ngrit fen Allahut, Allahu ka me ngrit ditën e gjykimit, e kush fol me ngrit veten e vet, Allahu ka me poshtru, edhe ka me fillu xhehenemin, me të Allahu na rujt. Pastaj ardhën hadithe që Islami ka më ardhë si person në ditën e gjykimit, edhe ka me kap Omerin radiallahu anhu, ka me ngrit shumë nalt para njerëzimit, ka me thonë se kur je kon ti qafer, ju besimtar, unë jam kon e fsheht, dërsa kur i hiti në islam, unë jam ngrit, jam donë pa. Ata transmetues të hadithit thonë, kjo për shkak të sinqeritetit të madh të Omerit radiallahu anhu, që krejt dertë i tij o kon më ngrit fjala e Allahut azza wa jall, e asëse më ngrit vetja vet, sa që thot i hen ibn al-Khattab, mirë për ty o biri i Khattabit, mos më kon ky islam, ti nuk ishe njoft veç se bari i devave të Kurejshve në Medinën e pejgamberit, në Mekën e nderuar. Pastaj prej dobive tjera të sinqeritetit është se i rrit edhe i shton adhurime tjera. Për shembull, një njeri që hen në islam, fillim e ke pa që mënohet me bo sa ma shumë ibadete, ka vullnet, mos që mu fol natën, me agjeru ditën, pastaj me lexu Kur'an, me marr dije, e kështu me radhë. Pastaj fillon të ro, kjo për shkak se fillon me vjetru sinqeriteti atij personi, ka nevojë më vesh rrobë e re, më kujdes për të, ai nuk u kujdes dhe fillon me lën ibadetet. Nëse njëri që ka sinqeritet, çdo ditë ose çdo javë e vren që ai ka filluar me diçka të re. Për shembull, përveç që më mësu Kur'an, tash ja kanë nisë me mësu edhe hadithe, edhe më shku me fol njerëzve për fe, edhe me për shembull me dhon për hir të Allahut, ose më kërku njerëzve me të bu diçka për me nimu një hoqë, për me nimu një besimtar, për një lecu punën një njerit, e shet që vazhdimisht është i preokupun me fejnë Allahut. Kjo është si shkak i sinqeritetit tina, e mbrëmshme ati është si e jashtme ati, dërsa puna e munafiqëve është që ata wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas, ata edhe kur qohen me fal namazin, qohen me përtatësi, për shkak të syve të njerëzve, veç me po njerëz që po falen, me thonë njerëz që këta mashallah po falen, po adhurojnë Allahun azza wa jall, e kështu me radhë. Pastaj prej sanave të sinqeritetit dobive është se e bën njerin stabil në fe, edhe bën të vazhdueshëm në gjitha adhurimet, e bën stabil, qëndrueshëm fe, jo çdo sprov që i vjen, çdo fjalë për shkak që vjen për filan hoxhë, ai me besu me marr, pastaj me fillu me urrejt çat hoxhë që ka mësu Fatihan, çat hoxhë që ka mësu kush Allahun, çat hoxhë që ka mësu kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për një fjalë në njerit që ku me ditë s'ka vlerë as të Allahu, as të njerëz, e merr fjalën e tina, e destabilizon fe, e largon prej njerëzve, e largon prej hoxhallarëve, e largon prej kjo është prej qëllimeve të shejtanit. Zaten që njerëz mos milon nga të atyre që kanë dijen, nga të atyre që kanë iman, nga të atyre që thirrën për tek Allahu. Kjo kush e bën këtë punë, mundohet me largu njerëz prej atyre që ja tregojnë njerëzve rrugën e Allahut, vese u bu postier i shejtanit dhe argat i madh i tina e nuk është të evrejt. Pra njeri stabil e sinqert është stabil përballë këtyre fortunave, i merr me qetësi, edhe ju thot për shembull nëse dikush fillon me fol për një hoxh, diçka që është i bindën që s'është që se bën ai hoxh ato, i thot a nuk gjeti shejtani postier tjetër me pru përveç teje, që ka thonë Hasan al-Basriu, në shku dhe njerëz i kanë thonë se filoni po flet për ty keq, po thot çështë, thot a nuk gjeti shejtani postier për me mbajt fjalë përveç teje. Andaj vllazim me post kujdes shumë se gibeti o orën hadithe një njeri që bën gibet për një qast është ma keq se një magjistar që bën seher një mujdit. Një mujdit me bë seher zbën ma keq se një njeri që përgojen për vllahun e vet edhe fol keq për ta. E lemo kjo më fol për hoxhallar, pastaj më fol për dietar, Allah na rujt, ta janë trashëgimtar të pejgamberëve, kush fol për ta ka fol për antarët e familjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kjo është shumë e rëndë. Padyshim se Allah azza wa jall na ka mësuar në çdo namaz me thonë Allahumma salli ala Muhammed
o Allah, beku familjen e Muhamedit, që ke beku Muhamedin edhe familjen e tij, këtu te familja e tij, me ixhma të ulema dietarëve është se hyn dy ata që kanë prej gjakut familjes tine, edhe ata që kanë marrë dijen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se dërgoni sallallahu alaihi wasallam thotë innal anbiya wa innal ulama warathatul anbiya, vërtet dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pejgamberët nuk trashëgojnë dinar, as dirham, ore, as argjend, ata trashëgojnë dije, kush kapet për dijen e tyre është kapë për ata që janë ardhur pejgamberët e Allahut. Prej frutave të tjera të sinqeritetit është se atij personi që është i sinqert ju pranohen duat, çdo dua që e bën e gjon përgjigjen prej Allahut azza wa jall. Pra njihet e njeh veten e vet që Allah azza wa jall nuk ja kthen duan. Prej shejave të sinqertëve është se kur Allah asnjë pejgamber, asnjë njerëz të mirë nuk e ka lënë kur ka pas nevojë për të. Pastaj Allahu thot që është kafim bjabdi, është i mjaftueshëm për robën e vet, kush që mbështetet Allahut, o me yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, kush do që mbështetet Allahut, Allahu i mjafton, inna Allaha qad jaa fa huwa hasbuh. Pastaj thot Allahu azza wa jall ka caktuar për secilin rob ato që ja ka shkruar prej të mirë ose të këqija, varësisht prej zemrës tina që i din Allah azza wa jall. Prej dobive tjera të sinqeritetit që kanë thonë është se Allahu të mjafton prej njerëzve. Pra njerin e sinqert Allah azza wa jall e mjafton, e bën të panevojshëm për njerëz. Kjo panevojshmëri nuk do të më keq kuptu. Mund me thonë dikush për juve, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas nevojë për Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun me shokët fe përpara. Pa dyshim, nëse është punë dunjos, kjo do të më bashku krejt. Po nëse është punë për shembull që na me lakmu, që është bojnë shumica njerëzve, lakmojnë pasuni tjetër, e këto Allah sinqertën e bën të panevojshëm në lakmi në pasuni tjetër, ose në bukuri tjetër, ose në fëmijë tjetër e kështu me radhë. Për shembull në popullin ton ka bë parë filane. Kur thonë çysh bre bëni parë, mundohen me këshyr çysh ka bë parë. Se ata vetë me bë. Çysh ja dol çti biznesit ose shkruan libra, çysh më kanë njëri suksesshëm e kështu me radhë. Dhe so kur ndëgjojnë që dikush e bë hafiz, mashallah i bë hafiz, do të mjafton me shikash. A kur iniciativë vetë smër për më bë hafiz, ose për me mësu nëj hadith, ose me mësu nëj dua, ose me të melut Allah në azëmëzhen, kjo nuk në kun zemrën e ti. E kjo për shkak të sinceritetit, se nuk ka dashni për fejnë Allah, ka dashni për dunjo, edhe interesohet për ata se të person që ka lavërdi prej saj. Qështë të popli, ku dhem dhome shkën gjuha, nëse dhem dhome në dunjo, njëri merret me ta, e nëse dhem në ahiret, në ta që është Allah, pa dëshim se merret për ta. Qëto janë disa prej atyre dobive të këtij adhurimi, me lenin Allah në dersën e ardhshëm, kena me fol se çysh pejgamberët e Allahut kanë qenë të sinqert nëpërmjet Kur'anit, po ashtu edhe disa shembuj prej sahabe çysh kanë qenë të sinqert, që me kuptu praktikisht prej jetës tyne çka do të thonë sinqeriteti. E lutem Allahun azza wa jall na bëj të jetojnë të sinqert, sepse çështo ka kërkuar prej neve kur ka thonë kul inna hayati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj kurbani jam, jeta jam, vdekja jam, gjithçka, namazi jam, kurbani jam, jeta jam, vdekja jam, krejt këtu janë për Allahun azza wa jall, Zotin e botrave. Pra nëse është jeta, vdekja, krejt për Allahun, edhe gjithçka çka quhet jetë, do të më kom për ta. Me këto, bi idhnillah i dalim Allahut, që ka thonë Ibrahim a.s. bi qalbin salim, e që Allah azza wa jall i ka përcjell fjalët e tij në Kur'an, me zemër të shëndosh, la yanfa'u malun wala banun, në ditën e gjykimit nuk bën pasunia dobi, as fëmija, as mund me thonë Allah, që ta fëmin e mi ose që të pasuni, jo vallahi, me shkush i ka shku Allah me zemrat pastërta,
e sinqeriteti, për pastërtinë e zemrës, është si shpirti për trupin. Nëse një njeri që është i vdekt ka vdek para një ore, s'ki mundësi më nejt në dhomë me ta, as me përshafu, as me flet me ta, jo një muj, as një javë, po as një ditë nuk i mundësi, do të me largu kufomën për shpis, për shkak se kundërmën, që ashtu kundërmujna, nëse nuk jena të sinqert tek Allahu Azza wa Jall, edhe jeta jonë është krejt kundra neve. Allahu Azza wa Jall kur flet për Kur'anin thotë që ky Kur'an ose është argument për ty, ose është argument kundra teje. Në fillim të librit thotë dhalikel kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ky libër nuk ka dyshim të është udhëzim për devotshmët. Nëse jena prej devotshëm, ky Kur'an nuk ka për ne vëllazni. Nëse jena të sinqert, kjo jetë ka marrë ditën e gjykimit argument kundra neve, e që pa dyshim në atë ditë se cili prej neve i shkojnë Allahut një ka një, la tasma'u hamsa, nuk guxon muni në ditë as edhe përshpëritja më e vogël përgatitëm për atë ditë që kena me ndonë Allahut të ndresh këtë ibadet, të ndresh ibadetet e tjera. Kjo është shkasi pse kena fillu në këtë seri të gjatë të adhurime në zemrën, se nëse zemra ndreshen të krejt trupi, po nëse prishet i krejt trupi, lusim Allahun Azza wa Jall na mundsoj me përfundu këtë seri e me dalë në diçka tjetër që është e dobishme për vendin edhe adhurues të Allahut në këtë vend. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.